në fushat zgjedhore, edhe LDK-ja ka pretenduar me shku në balotazh. E veç që s'kan mujt me shku në balotazh, po s'kan lënë gjë pa thonë në rond të parë. A kandidati I vetëvendosjes me kandidatin e AK-s nuk janë përplas ashtu, për shkak se s'kan qenë kundërshtar. Duhet me dallu pak edhe prej vendit ku po vjen. Në fushë Kosovë, LDK-ja është 25 vjet në pushtet, PDK-ja 25 vjet në opozitë. Ka orë Sami Lështoku ja ka kryer koalicionin, as nuk I ka vetë qendrën. Tash është një farë rendi aty që të obligon me e marrë vendimin ashtu që sheki edhe pozicionin. Vetëvendosja në fushë Kosovë në opozitë, PDK-ja në fushë Kosovë në opozitë, natyrshëm kanë pas me luftu kundër. Se bëhet ju koalicion kundër PDK në Dragash atëherë. Pa rëndësishme është Dragoshi. Se pa rëndësishme, është PDK-ja një. Dragoshi edhe aty s'kanë qenë pushtet. Aty është LDK-ja ka qenë edhe AK-ja më herët. Këtu në fushë Kosovë dyat kanë qenë në opozitë. Qa kanë bo? Janë bashku bashk me marrëveshje për do komuna tjera, me mujt Valën Prebrezën e fushë Kosovës, e që edhe bashkë s'kanë me mujt me bo këtë sen. Dhe me thonë... E ju me AK-n? Në komuna ndryshme? Kosovë këtë rast? Në komuna tjera, në Prizren? Shiqo, nuk mund është ti me bo të njëjtin krahasim me AK-n në fushë Kosovë, që e kon një asamblest, e është në opozit, edhe me LDK në Prizren, ku dy udhëhecit e vetë, të LDK-s, këtë karjerën, e kanë ndërtu kundër PDK-s, si armisht të përbetuar të PDK-s. E në fund, menin në shkrim, Lumir Abdigjiku I ka qunë prehën PDK-s. Tash, unë e kuptoj që atina I vynë me rujt karrikën e kryetarit LDK. Po, I ka dëmtu edhe ja u ka shkatru qendrën e tyne. Shumë keq që ata s'kan pos guxim me kundërshtu. Qysh e boni Gjafer Tahiri. Tha ma ke dhonë fjallën që në rregull është, nuk më intereson për presionin që e bën Gazmet Muhaxheri, unë e nënshkruj koalicionin. Tash, qa po pret ti për një dy liderve politik të opozitës që quhen me ankhthe e me mokthe të e po edhe notën kryeministrin Kurti në ëndër. Tash, s'kim çka ju bëjmë, pse ata menojnë që studentat e shesin votën për 100 euro. Pse s'ja kanë dhonë ma herët ata kur kanë qenë në pushtet studentëve nga 100 euro? Pse s'kanë dhonë bursa ka 7.000, 5.000 euro për studentët? Për shkak se kanë dosht me pos rinin e Kosovës, sa më të pa edukuar, sa më të parsimuar e më të varfër që me I kontrollu e me I ble sa ma let. Tash që janë kthy në bazamentit e një revolucioni politik në Kosovë, rinia, që është votuesi kryesor I vetëvendosjes, që ju po shpërndani mjete financiare, ju pengon